Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahume salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Të nderuar miq, sot është ligjërata e 4, videoja e 4 që kemi përgatitur lidhur me martirizimin e Imam Aliut. Pra, martirizimi do të thot shahadetit, apo siç e kemi të njohur ne në trojet tona shqiptare, i thonë ka dhënë shahadet. Pra, njerëzit e mëdhenj nuk vdesin. Sidomos ata që janë ra shahid dëshmor për ta mbrojtur vatanin, drejtësinë, të vërtetën, fenë, kombin, pragun e shtëpisë, ata janë dëshmor, qofshin me armë në dorë apo qofshin edhe viktima të luftës. Prandaj martirizimi është shumë mirë që të përkujtohet çdo vit në mënyrë që fëmijët e tanë, nipërit, mesat e tona mos ta harrojnë historinë e lavdishme të dëshmorëve siç është Adem Jashari, familja e tij dhe veprat e tyre legjendare. Gjithashtu edhe si musliman ne duhet ta njohim historinë islame, e cila histori na refreshon jetën tonë dhe na bëhet të ndihemi krenar për atë që jemi, për atë që besojmë dhe na mëson se si duhet të veprojmë. Në 3 epizodat e para kemi folur për si kanë ardhur mas jetës së profetit, ndrimit jetë të profetit, si kemi ardhur tek udhëheqësia, halifati apo qeveria e Sakifës, si u krijua në kohën e Ebu Bekrit, pra mikut, shokut të profetit Muhammed, halifes së parë. Pastaj si u krijua këshilli i zgjedhjeve, pra këshilli i zgjedhjeve demokratike, të cilën e krijoi pra Omeri, i caktoi 6 persona. Prej atyre 6 personave ishin që kur ndroi jetë Omeri amanet e la që duhet ta vazhdojmë halifatin me caktimin e halifeve paraprake, dhe Omeri e krijoi një këshill të zgjedhjes, edhe ai këshill i zgjedhjes ishte pra 6 antar, ku aty ishte edhe Imam Aliu. Imam Aliu veç e kishte të ditur se nuk do ta merrte pozitën e halifatit, por siç kemi thënë, Imam Aliu është një personalitet që gjithmonë ka gëlltitur kafshatat e përgjakura, vetëm për solidaritetin, për paqen, mos gjakderdhjen në shoqëri. Në atë shoqëri ku ka jetu, prandaj Imam Aliu ishte një prej këtyre këshillit të zgjedhjes, ndërka që nga ana tjetër ishin 4 persona tjerë, të cilët ishin Osmani dhe ishin dhëndri i tij, vllau i tij, miqtë e tij, dhe kjo ishte e ditur që 5-1 nuk fiton dhe ata të 4 votuan për Osmanin dhe Osmani u bë halife, ndërka që Imam Alia ende mbeti në atë jetën e tij jashtë politikës. Edhe pse Imam Aliu nuk e kishte as pak si themi pjesëmarrjen e tij në halifate, dhe kjo nga se ai e kishte imamati pra nuk është zgjedhje toksore, po është zgjedhje hyjnore, që profeti Muhammed na ka thënë se pas tij do të vinë 12 përjes nga fisi i Hashimi, pra fisi i profetit, nga Kurejshitët që ishin pra Hashimitët, pra që ishin nga fisi i profetit Muhammed. Dhe për Imam Aliun kjo as pak nuk ishte e rëndësishme që ta ketë atë halifatin demokratik, por e shpjeguam, tash po e bëj vetëm një reprik shpejt, e shpjeguam se në çfarë mënyre vdiq Osmani,
shpinë e Osmanit Khalifës tret, pra pasi u zgjodh nga Omeri, Khalifja e dytë, Osmani ka udhëheq si halife 10 vite, 12, mos gabofsh aty, e di që mbi 10 vite ka udhëheq si halife, dhe gjatë kohës Osmanit ka pas shumë korrupcion, ka pasur shumë nepotizëm, pra të gjithë kanë qenë në pozita krejt familjar të Osmanit. Omeri e ka pas saktu në Yemen Ebu Sufjanin, do me thanë edhe Ebu Bekri, pra këta i kanë pas saktu guvernatorët në për qytetet e mdhaja, në për regionet e mdhaja, të cilët kanë qenë prej fisit Kurejshi, pra prej Ebu Sufjanit, babës Muavijut. Ebu Sufjanin e emërton Ebu Bekri në Yemen si guvernator, pastaj Omeri e emërton Muavijun gjithashtu në Sirin e pasur si guvernator, pastaj Omeri e emërton Amr ibn Asin në Egjipt gjithashtu si guvernator, dhe nga kjo shohim se jeta politike e një burr shteti si që ishte Imam Aliu, ai u largua nga ajo jetë sepse nuk shihte, nuk e vrente që po udhëhiqet shteti islam, të cilin e la profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, me të gjitha normat, administrat, udhëheqësi, e la amanetin men kuntu mevla fe hadha Aliun mevla, kush më ka njoftër mua si prijes, pas me e keni Aliun prijes, mirë po ja që fjala e profetit nuk u miratua, amaneti i profetit nuk shkoi në vend, dhe në mesin e muslimanëve u bën shumë çrregullime sociale, të cilat arritën të krijojnë edhe vdekjen e halifeve. Por dihet vetëm Ebu Bekri që ka mund me majt pak më mirë shtetin islam, ishin ato vitet e para të fillimit, edhe ishte njeri i moshuar, i vetëdijshëm, vetëm ai ndroi jetën në mënyrën natyrale, pra nga smundja dhe pleshria. Mirëpo amaneti ishte i tij që do të vjen Omeri në pozitë, ndërka që Omeri u mbyt nga Lu'lu, i cili ishte persian, mirëpo nuk ishte të bëj, kishte të bëjnë me urrejtën që kishte fituar ndaj Omerit, dhe sepse Omeri e kishte pushtuar edhe Sirin, dhe ai ka pas shumë padrejtësi nga Halifja Omer, lidhur me robërit edhe lidhur me të drejtat humane, sepse në kohën e Omerit janë dallu arabi dhe jo arabi. Dhe ky pra ka qenë problemi pse Lu'lu e mbyt Omerin. Ndërka që Osmanin dihet, kemi thënë, 40 ditë rresht ka pas protesta qytetare, dhe i pari halife që ka bo luftë qytetare në një farë mënyre, dhe Osmani ka kriju shumë nepotizëm, dhe nga kjo shumë nepotizëm, pra të vetit i ka fut në pozita, ka pas korrupcion. Interesante është që në luftrat pas ndrimit jetë të profetit, e dim që Omeri ka sunduar, Halifja Omer ka sundu në Siri një pjesë shumë të madhe, pastaj pra vetëm në Gadishullin arabik kanë qenë këto sundimet e 4 halifeve, në realitet 3 halifeve, sepse Imam Aliu nuk ka sundu asë një vend, dhe këto kanë qenë interesat materiale, nuk mund të themi që kanë qenë sundimet për me vendos islamin, sepse islami nuk shpërndahet me shpat, as me dhunë, po me fjalë të mira, me negociata, ndërka që normal dihet perandoria turke, bizantine, perandoritë e ndryshme, perse, të gjithat kanë sundu vende dhe pastaj normal që fenë e kanë përdor për interesat e veta, për gjizjen, tatimet, zekatin, normat morale si me sjell në atë qytet sa kanë mund.
Dhe pas gjithë këtyre konflikteve, populli u ngrit në përkrahje të Imam Aliut, madje edhe lutën Imam Aliun, që sepse ishte bërë një luftë e vogël qytetare, ku nga kulmi i shtëpisë u mbyt Osmani, dhe nuk u mbyt nga një person, po ishin 3-4 veta, dhe pastaj në shtëpinë e Osmanit, halifes së tretë, u gjetën dikush thot 300 milion para dirhem.